Përfundimi i vitit shkollor është afër dhe semi-maturantët dhe maturantët kanë filluar të mbajnë mbrëmjet e tyre përshëndetse me shokët dhe shoqet e klasës, por edhe me stafin mësimdhënës. E këtyre semi-maturantëve si vjet i ushtua edhe Tara, vajza e Teuta Krasniqit dhe Blero Muharremit. Ani pse të ndarë Blero dhe Teuta gjithmonë i gjendën pranë bijës së tyre Tara Muharremit. Të gjithë e mbani mend si e vogël Tarën kur delte nëpër foto apo nëpër intervista me prindrit e saj, por tani ajo është rritur dhe bërë një vajzë shumë e bukur. Blero dhe Teuta i ndan udhët e tyre tash e disa vite, por ata i lidh vajza e tyre në çdo moment. Edhe kësaj radhe, për semi-maturën e saj, Tara ka bërë bashkë prindrit e saj në të njëjtin vend në të cilin kanë shkuar që ta përcjellin vajzën e tyre. Ndryshe në një intervistë të dhënë disa kohë më parë, Blero kur u pyet për talentin e së bijës, ai ka thënë për Tarën se ka talent aktrimin më shumë se muzikën. Nuk i dihet nëse edhe Tara do të bëhet një aktore e suksesshme si e Elma, Teuta Krasniqi, apo ndoshta një këngëtare më e mirë se babai i saj Blero Muharremi. Sigurisht se për Tarën nuk është e pamundur që të zgjedhë se çfarë do të bëhet aktore apo këngëtare, nga se e ka rrugën e shtruar nga prindrit të cilët janë të dy të suksesshëm në artin e tyre që bëjnë. Për fund nuk na mbetet asgjë tjetër vetëm t'ju urojmë suksese në të ardhmen në çdo profesion që zgjedh Tara.